Çfarë të pret nesër? Parashikimi i ditës së hënë, 24 nëntor për të gjitha shenjat. E hëna, 24 nëntor, mbërrin me energji të forta dhe të ndjeshme, duke hapur një kapitull të ri për 12 shenjat. Kjo ditë nuk është e zakonshme, disa shenja marrin mundësi, disa paralajmërime, disa zgjime të brendshme. Ndryshimet e vogla që ndihen sot janë sinjate e para të një jave që do të lëvizë shumë energji. Nëse po kërkon qartësi për dashurinë, punën, financat ose vendimet që duhen marrë, kjo ditë sjell përgjigje të qarta. Universi flet më fort se zakonisht, mjafton të dish si ta dëgjosh. Dashi, dita e hënë të vendos përballë disa situatave që kërkojnë vendosmëri dhe një komunikim të qartë. Mund të marrësh një mesazh ose telefonat që të ndryshon planet, por në thelb të sjell një mundësi të re që nuk e kishe parë më herët. Në punë, je në moment ku mund të fitosh një përparësi të vogël, mjafton të mos ngutesh me vendime impulsive. Në dashuri, energjitë janë të qeta dhe të favorshme për dialog. Mund të lindë një bisedë që qartëson ndjenja ose hap një rrugë të re për afrim. Financat janë në një terren të qëndrueshëm, por kërkojnë mençuri në shpenzime. Intuita të paralajmëron të mos i besosh fjalëve të egzageruara. Kjo ditë është për të nisur javën me qartësi, pa dramë, me fokus te ajo që vërtet ka rëndësi. Demi, e hëna sjell një energji të butë dhe të qëndrueshme për ty, duke të lejuar të fillosh javën me mendje të kthjellët. Mund të marrësh një lajm të mirë lidhur me punën ose një projekt që ka qenë pezull. Ndoshta vjen një dritë e vogël shprese në një çështje që ka qenë e paqartë. Në dashuri, energjitë janë të ngrohta. Një gjest i thjeshtë nga partneri mund ta ndryshojë humorin tënd krejtësisht. Për beqarët, mund të shfaqet dikush me energji të qëndrueshme që të frymëzon siguri. Financat janë stabile, por kjo ditë është e mirë për organizim, jo për shpenzime të mëdha. Një moment reflektimi gjatë ditës të jep qartësi për diçka që të ka shqetësuar. E hëna të fton të fillosh ditën qetë, të mos shtysh veten dhe të fokusohesh te stabiliteti. Binjakët, dita nis me shumë lëvizje dhe komunikim. Mund të marrësh disa mesazhe, ftesa ose informacion që kërkon të reagosh shpejt. Është vigjilenca jote ajo që të jep avantazh sot. Në punë mund të shfaqet një detyrë e papritur, por energjia jote është mjaft dinamike për ta përballuar me sukses. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të zgjidhë një tension të vogël ose të afrojë më shumë një njohje të re. Beqarët ndihen magnetik. Financat kërkojnë që të shmangësh vendimet spontane. Sot është ditë shumë e mirë për ide, plane dhe dukuri të reja. Energjia të shtyn të hapesh, të kërkosh informacione dhe të shprehesh lirshëm. E hëna e 24 nëntorit sjell për ty fillimin e një cikli të freskët mendimi dhe komunikimi. Daforia. E hëna hap një valë energjie më të butë dhe shpirtërore. Mund të ndjesh dëshirën për qetësi, reflektim dhe afrim emocional me ata që do në dashuri. Kjo ditë sjell ngrohtësi dhe ndjeshmëri, një bisedë e butë, një kujdes i vogël, një shenjë e sinqertë. Në punë, mund të marrësh mbështetje nga dikush që nuk e prisje. Mund të ketë vonesa të vogla, por gjithçka përfundon mirë. Financat janë të qëndrueshme, por shmang huat apo shpenzimet emocionale. Intuita jote është shumë e fortë sot dhe mund të paralajmërojë për njerëz që duhet të mbash larg. E hëna sjell një energji shpirtërore që të qetëson zemrën dhe të përgatit për një javë më të organizuar. Luani, dita e hënë të vendos në një pozicion ku të tjerët kërkojnë vëmendjen dhe gjykimin tënd. Je magnetik dhe njerëzit të afrohen natyrshëm. Në punë, një mundësi e vogël për të treguar talentin ose aftësinë tënde shfaqet papritur. Mos se humbë. Në dashuri, dëshirat janë të forta dhe të qarta, mund të kërkosh më shumë sinqeritet dhe pasion. Beqarët tërheqin vëmendje me lehtësi. Financat kërkojnë stabilitet dhe shmang dilemat e shpejta. Një lajm i vogël mund të të japë një shtysë pozitive për javën. Energjia e sotme të thotë, mos u përpiq të dukesh i fortë,
thjesht je vetvetja. Shkëlqimi yt mjafton. Virgjëresha. Dita sjell nevojën për organizim dhe qetësi mendore. Në punë mund të kesh shumë gjëra për të bërë, por nëse ruan ritmin dhe planifikimin, gjithçka përfundon në kohë. Dikush mund të vlerësoj punën tënde pa e kërkuar ti në dashuri, ka nevojë për qartësi në komunikim dhe vendosjen e kufive të shëndetshëm. Beqarët mund të marrin një shenjë të vogël që zgjon interes. Financat janë të qëndrueshme, duke kërkuar vetëm kujdes në shpenzime. Një moment reflektimi gjatë ditës të jep një përgjigje që e ke kërkuar prej kohësh. E hëna të fton të mos e teprosh me analiza dhe të besosh pak më shumë te intuita. Peshorja. Dita sjell energji të balancuara dhe momente qartësie. Mund të marrësh një lajm të mirë nga një person i afërt ose një person që ke pritur. Në dashuri, harmonia dhe komunikimi i qetë sjellin afrim dhe zgjedhje të mira. Në punë, bashkëpunimet janë shumë të favorshme, dikush mund të përfshijë në një plan të ri. Financat janë stabile, por shiko me kujdes shpenzimet e vogla që grumbullohen. Sot mund të ndihesh më i sigurt dhe më i qetë. Energjitë të ftojnë të flasësh hapur dhe të mos kesh frikë të kërkosh atë që meriton. E hëna sjell një fillim të butë dhe elegant për peshoret. Akrepi. Dita e sotme sjell reflektim të thellë dhe intuit të ngritur. Mund të ndjesh se diçka po ndryshon emocionalisht, por kjo është një thirrje e brendshme për t'i parë gjërat me qartësi. Në dashuri, një bisedë e thellë ose një zbulim i sinqert mund të sjellë afrim ose sqarim vendimtar. Në punë, dikush mund të ofrojë informacion të rëndësishëm që të vendos në një pozicion më të favorshëm. Financat kërkojnë kontroll dhe shmangje të shpenzimeve të panevojshme. Kjo është një ditë ideale për të hyrë në energji të reja dhe për të lënë pas frikërat. E hëna të jep forcë për të filluar javën me qëllime të qarta. Shigjetari. E hëna sjell energji të freskëta dhe dëshirë për të bërë ndryshime. Mund të ndjesh nxitjen për të lëvizur, për të krijuar apo për të bërë diçka të re. Në punë, një mundësi e papritur mund të dalë nga një bisedë e rastësishme. Në dashuri, energjitë janë të gjalla, një ndjenjë e re ose një rikthim i lehtë mund të prekë zemrën. Beqarët janë më magnetikë se zakonisht. Financat janë të qëndrueshme, me mundësi të vogla për përmirësim. Intuita të fton të dëgjosh veten dhe të mos e shtysh një vendim që e ke në mendje prej kohësh. Kjo ditë hap një derë të re për ty. Bricjapi. Dita të vendos përballë përgjegjësive të rëndësishme dhe detyrave që kërkojnë vëmendjen tënde. Në punë, mund të marrësh një detyrë që rrit autoritetin tënd ose të teston seriozitetin. Në dashuri, ke nevojë për komunikim të qartë dhe stabilitet emocional. Mund të ketë një bisedë që hap rrugën drejt qartësisë. Financat janë të qëndrueshme, por mos e tepër me shpenzimet e panevojshme. E hëna të jep mundësinë të vendosësh bazat e një jave të suksesshme, mjafton të punosh me ritmin tënd dhe të mos e ngarkosh veten. Kjo ditë është për strukturë, disiplinë dhe qartësi. Ujori. E hëna e 24 nëntorit hap një valë kreativiteti dhe qartësie mendore, për ty mund të ndjesh dëshirën për të punuar i qetë, larg zhurmës dhe presionit të tjerëve. Në punë, një ide e jotja mund të marrë vëmendjen e dikujt me ndikim ose të sjellë një mundësi të re, por kërkon që ta prezantosh me besim. Në dashuri, energjitë janë të sinqerta, dikush mund të shfaqë interes të hapur ose të tregojë vlerësim që nuk e kishe pritur. Beqarët janë tërheqës në mënyrë të veçantë për shkak të origjinalitetit. Financat janë të qëndrueshme, por një plan i ri mund të frymëzojë drejt stabilitetit më afatgjatë. Intuita të shtyn të mos përzihesh në drama që s'të përkasin. Kjo ditë është për qetësi, kreativitet dhe ndërgjegjësim të brendshëm. Peshqit. E hëna sjell një energji të butë, intuitive dhe thellësisht shpirtërore, për ty mund të ndjesh gjithçka më shumë se zakonisht, por kjo është dhurata jote, aftësia për të lexuar energjitë e ditës më qartë se të tjerët. Në dashuri, një moment i ëmbël, një mesazh ose një afrimitet i butë mund të rikthejë besimin.
Për beqarët, një person me energji të ngrohtë mund të shfaqet papritur. Në punë, kreativiteti është i lartë, ndaj shfrytëzoje për detyrat që kërkojnë imagjinat. Financat kërkojnë tokëzim dhe shmangje të shpenzimeve emocionale. Mund të kesh një shenjë të brendshme që të paralajmëron për diçka, dëgjoje. Kjo ditë të hap derën për qartësi dhe paqe të brendshme, nëse lë të flas intuita. Nëse mesazhi i ditës së hënë rezonoi me ju, lejojeni këtë energji të hap një javë të qetë dhe të mbushur me qartësi. Shkruani në komente. Eci me energjinë e ditës së hënë, aktivizoni bekimin e 24 nëntorit. Mos harroni të bëni like, të abonoheni në Zërin e Universit dhe të ndani videon me ata që kanë nevojë për këtë udhëzim. Drita e Universit është me ju sot.